Shkrimtari Ben Blushi ka bërë një reagim të fuqishëm pas sulmit terrorist që tronditi Australinë, ku të paktën 16 civil të pafajshëm humbën jetën dhe u plagosën 60 të tjerë gjatë një ngjarje festive në Sydney. Në masakrën e Australisë ku u vran 15 të pafajshëm, 2 islamik u sollën si kriminal, kurse një musliman u soll si hero. Këtë dallim mes islamikëve të pashpirt dhe muslimanëve të mirë përshkruan romani Emja Musliman, shkruan në Facebook Ben Blushi. Reagimi I këtij të fundit nxjerr në pa një diskurs më të gjerë mbi ndarjen mes përdëruesve të dhunës që veprojnë në emër të fesë dhe shumicës së besimtarëve që dënojnë fuqimisht terrorizmin. Ndërsa ngjarja në Bondi Beach do të mbetet një nga më tronditësat në historinë bashkëkohore të Australisë. Mbrëmjen e 14 dhjetorit, një masakër armatosur ndodhi në Bondi Beach, Sydney, Australi, gjatë një ngjarje festive në Hanukkah, ku qindra persona, përfshirë familje dhe fëmijë, ishin mbledhur për të festuar. Autoritetet deklaruan këtë ngjarje si një sulm terrorist me motiv antisemit. Të paktën 15 civil u vran nga 2 sulmues që hapën zjarr drejt turmës, mes viktimave dhe fëmijë të moshuar, anëtar të komunitetit hebre, duke përfshirë figura të njohura si rabini Eli Schlanger dhe një ish polic. Një nga sulmuesit u vran në vend ndërsa tjetri u plagos rënd dhe u arrestua nga policia. Autoritetet gjetën simbole të mundshme të ideologjisë ekstremiste, përfshi flamuj dhe pajisje që sugjeronin motive terroriste. Roli I një civili musliman, heroizëm në mes të tmerrit, nga kaosi I armëve dhe panikut, u publikuan pamje e dëshmi të një protagonisti të jashtëzakonshëm. 43 vjeçari Ahmed Al Ahmed, një qytetar me prejardhje muslimane I cili duke rrezikuar jetën e tij, arriti me sukses të çarmatoste një nga sulmuesit duke ndihmuar të shpëtonte shumë jetë para se të plagosej e të dërgohej në spital. Ky akt heroik u shpërblye nga politikanë qytetarë si një shembull I guximit dhe solidaritetit në një situatë ekstreme. Pas ngjarjes, kryeministri australian Anthony Albanese e përshkroi masakrën si akt antisemit I pastër dhe u zotua për përpjekje më të forta kundër urrejtjes dhe radikalizimit. Albanese ka njoftuar se qeveria do të shtyjë përpara ligje më të ashpra për armët, përfshirë kufizime kohore për licencat, pavarësisht se Australia tashmë ka disa nga rregullat më të forta për armëzjarrin në botë. Pas sulmit, qytetarë të shumtë janë mbledhur buz plazhit për të vendosur lule për të nderuar viktimat. Komuniteti musliman Australie ka dënuar ashpër sulmin duke theksuar se antisemitizmi dhe dhuna nuk kanë vend në shoqëri, duke shprehur solidaritet me komunitetin hebre.